është përdorimi i gjuhës shqipe është i rregulluar me ligjin për përdorimin e gjuhëve, ku përveç gjuhës maqedonase, gjuhë zyrtare është edhe gjuhët të cilët e flasin mbi 20% e qytetarëve. Derisa neve gjuha shqipe na varet me numrin e një bashkësie etnike dhe nuk është e theksuar në mënyrë decisive gjuha shqipe, ne kemi mangësi në këtë ligj dhe rrjedhimisht mund të themi se gjuha shqipe nuk është plotësisht zyrtare. Ligji është i qartë, thotë gjuhë zyrtare është gjuha tjetër që flasin 20% e popullatës. Ne dimë që 20% në Maqedoni të Veriut përveç popullatës shqiptare. Nëse do ish ligji i qartë, pse u duheshte të vendosim klauzol demografike prej 20% dhe nuk është qartësuar në ligj se gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Kjo është një fakt se edhe kjo ka qenë një zgjidhje gjysmake dhe sot po përballemi me pasojat.